Meridin Mujaxhi, djalin e kampionit Asim Mujaxhi, Askoja që po përzihet në banesën e fundit. Redi, ke çardhje për ju, për familjen tuaj, për gjithë sportin shkodan dhe me gjërë për humbjen e Askos. Shumë faleminderit për jush, ju lumshin kam dhe ju lumshin duart, keni ardhur të paftuar dhe ju nderoj dhe ju respektoj për këtë gjë sepse është respekt dhe mirënjohje. Qa me thonë, baba i ka dash fjatësinat për ne, unë si kam bëhe za. Ju keni ardhur dhe ju lumshin duart, ju lumshin kam, ju lum e zemër si keni ardhur. Çfarë kujtoni në vitet që keni bashkëjetuar me babain tuaj, një sportist i vlerave të mëdha? Baba ka qenë një sportist si atlet lëtgarist. E ka marrë klubi Partizani dhe ju e dini si klubi Partizani ka marrë elitat e sportit. Dhe s'ka marrë, zakonisht ka marrë futbolista në basketbolist, por edhe babën si atlet dhe kampion Shqipënijet. Dhe ka, mas klubit Partizani, baba ka zgjatë sportin, dhe më thane, bashkëtesën me sportin pak vite, sepse është regjistruar në Institutin e Arteve dhe ka marrë për kanto, për tenor. Në Prishtinë dhe mas jam marrë në teatr të operës si tenor, e mylli si tenor sepse futen në Burg Lukaçën dhe gjyshet Paterek në Shkodër. Pat vazhdu me duke ba trajnerin, duke ba profesorin, duke ba gjyqtar në kësime, sidomos, dhe ka kënë njëm për sportin për sa ka mujtë. Ka kënë mësus si muzikit dhe sportit gjithashtu. Ju patët një përvoj si atlet, patët dëshirë të ndishtit në pasionin traditin e babajt. Po. Por, i kam pas dhanat, por baba ka kënë i mirë. Unë i kam pas dhanat, pa nuk e njeka, dhe në thanë. Baba ka qenë i mirë dhe që ka ba mirë. Nuk ka rrita mi ka, dhe më thanë ata, dhe unë jam shku të herët. Zolla një rrugë tjetër, dhe në baba, dhe më thanë. Rriti, mushtrime për humbjen. Faleminderit shumë. Di me thanë që nër sportista, di me thanë, më ka kapi Les Guri, më ka thanë sportist ma të fort s'ka pa Shqipnia, më ka kapi Sek Bolla, më ka thanë sportist ma të fort s'ka pa Shqipnia, më ka kapi baba Helidon Boshatit. Ka thonë sportist ma të fort, kam pa sportistat fort, për si babën dhe s'ka pa Shqipnia, dhe më thonë, tef prella më ka thonë, servitën e kam pa me babën tëmë, për me lanë provat, kaqë. Dhe më thonë, mi tënë ka kënë njëri, ka kënë një thjesht dhe ka dashmi mil thjesht gjanët, dhe unë këtë kam pëlqyt e baba, thjeshtësin e ti. Respekte, falenderoj shumë. Sakbala, sot për t'i dhënë lavdëmia e fundit Asim Mujaxhit, një prej emrave të njohur të atletikës shkodrane dhe shqiptare. Ke çardhje që largohet nga kjo botë? Me Askon kena një jetë në sport. Kur kena filluar në sportin dora jonë, me fjalë kena kanë shumë djemë të ri, Asko na ka dalë përpara dhe na ka afru me atë bujarinë e tij, me atë entuziazmin e tij, me dëshirën për me dhënë rezultate të mira. Kështu që Askon e kena pas jo vetëm shok, po kena pas edhe si trajner, si drejtues i grupit. Po të flasim për Askon, sot që jam trajner, që ja di vlerat e asaj kohe, djalë si Askon ka vështirë me gjetë në sport, me një përgatitje të përkryme fizike.
të jashtëzakonshme, një sprinter i mirëfillt, një kërcyes zgjatit, një dhjetëgarist, rekordmen kombëtar në 10 garsh, disa vjet ka qenë rekordmen kombëtar, kampion kombëtar në 10 garshin ashtu. Pastaj u shput nga sporti, por ne me askën kena jetë tanë sepse nga aska si profesion ka parë ka qenë rroba qeps. Dhe rroba qeps i nivelit nalt. Na gjithmonë kena dalë me një devizë të përkryme nga ato që na krijote askaja, jo mafjet, jo kanatierët, në një devizë të përkryme në aktivitetet që u baqen në atë kohë. Thash, askaja ka një drejtues i mrekullueshëm, një sportist i mrekullueshëm. Hasi ka pasi talent tjetër, ka pasi talent, sepse ne kur marrosh me servitet, hasi knote në llomën e zhveshje. Mi po ai zani i tij karakteristik u afru, domethënë e afruan shokët e tij të lagjes, dhe që s'po kujtohen tash emrat ish këngëtar me emër në operat shqiptare, e afruan dhe shka i provoi veten atje. Dhe fitoj me provën e parë fitoj atje, edhe një tenor dramatik, si thoshin, me një ardhmë të shkëlqyeshme. Bile e kanë ndalu atje për me punu, por dëshira e tij dhe kushtet familjare erdhi në qytetin tonë, qytetin e Shkodrës. E vazhdoi pak kohë më vonë në sportin, por rrezatet e tija të jashtëzakonshme. Edhe sot rrezatet e tija janë të mrekullueshme. Çfarë them tash për Askon? Pa Askoja filloi, masi marrë edhe filloi punën si me moshat e vogla. Edhe ishte në shkollën e Rus, në shkollën e 8 vjeçare. Atje krijoi një grup shumë të mirë, i mati disa kohët mandej u shkput përfundimisht nga sporti. Por me Askon kena kujtime të mrekullueshme. Vështirë është me gjetë një djalë me një përgatitje të përkryme fizike, pa tjetër edhe inteligjencën, edhe menore. Ku ta them, çfarë fjalë të mund të thojmë për Askon. Edhe në sa herë që i shifshim, më pyette edhe për rezultatet, edhe u kënaqte, edhe të pyette për programet e stërvitjes, e të tjerë të profesionit të tij, me fjalë, se edhe ai ka qenë sprinter i mrekullueshëm. Profesor 10 garisht, pa ka qenë sprinter i mrekullueshëm. Faleminderit, zotëllë. Rauf Çanga, një veteran i nderuar i futbollit shqiptar, por edhe një mik i ngushtë i Askos, Asim Mujaqis, që po përtihet në banesën e fundit. Si e kujtoni ju? Në Askon jena qysh në 61-62, kur ajo merrte me atletik, unë isha atjerë me të rritë, atjerë me shpreset e me ekipin e parë, në kate ku shumë vjetë me dhej me te, edhe si me Hadali, ka qenë një sportist i nderuar, një rekordmen, 10 garist, që rradhi vinë Shkodrës si punë e Askos. Erdhi keq që gjithë se mosha banë punën e vetë, por me gjithë dhe metet sportisti në rumë, babi në rumë, edhe që në që me flohë ma tepër për te. Jetën e përditshme si ishte? Jetën e përditshme ka qenë shumë i këndshëm, shumë i dashtën, se na kena pas edhe një klub aty afër që kena ndaj vazhdimisht. Keni pas apo mëjë? Kena pas vend. Njëri i rrallë, se me thanë, njëri i rrallë. Të shkote fundit që i smorë, se me thanë nuk vetë, por deri para sa vjetëve ka qenë shumë impulsiv, shumë i shkatë, shumë i dashtën. Me gjithë atë, koha baka punën e vetë, mosha,